Sipas kornizës së dakorduar, Maqedonia e Veriut tërësisht do t'i shfuqizojë të dhënat doganore për të gjitha prodhimet industriale dhe bujqësore nga SBA. Njëkohësisht, SBA-t do të mbajnë 15% të tarifave për një pjesë të prodhimeve të Maqedonisë, por do të shqyrtojnë mundësinë që disa kategori të caktuara të fitojnë shkalla doganore prej 0%. Me vendimin paraprak të prillit të vitit të kaluar, presidenti amerikan Donald Trump miratoi vendimin për vendosjen e tarifave reciproke prej 33% për Maqedoninë e Veriut. Marrëveshja e re zëvendëson këto masa me tarifa më të ulta dhe më fleksibile. Kryeministri Mickoski vlerësoi se marrëveshja është tregues i qartë për thellimin e partneritetit strategjik me SBA-t. Pas marrëveshjes për partneritet me Mbretërinë e Bashkuar dhe mbylljen e dialogut post-monitoring me Këshillin e Evropës pas 26 viteve, mbrëm vonë Shtëpia e Bardhë publikoi një deklaratë të përbashkët midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Maqedonisë për tregti reciproke. Kjo deklaratë paraqet sinjal të fuqishëm për mbështetjen që e gëzojmë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe trason rrugën drejt marrëveshjes gjithëpërfshirëse me tarifa jo më të larta se 15%, kurse për disa prodhime edhe 0%. Ka shkruar kryeministri Mickoski në rrjetet sociale. Në komunikatën nga Shtëpia e Bardhë potencohet se dy vendet do të vazhdojnë të punojnë për finalizimin e marrëveshjes, gatishmërisë për nënshkrimin e saj dhe zbatimin e procedurave të nevojshme vendore për ta vënë në funksion.